Horoskopi për ditën e shtunë 28 mars 2026. Dashi. Dëgjoni mirë ju të shenjës së Dashit, sepse yjet po rreshtohen në një mënyrë që rrallëherë përsëritet. Saturni dhe Plutoni po bëhen bashkë për t'ju dhënë atë forcën që ju ka munguar për të marrë frenat e jetës suaj në dorë. Nuk është më koha për të pritur ndihmë nga të tjerët. Rruga juaj tani është ajo e pavarësisë totale. Do ta gjeni veten duke punuar fort mbi një projekt që e keni mbajtur mbyllur në sirtar, dhe këtë herë do e çoni deri në fund. Njerëzit sot rreth jush do të fillojnë t'ju shohin me një sy tjetër, më me shumë respekt, sepse serioziteti që po tregoni është i goditur. Edhe në shoqëri gjërat po pastrohen. Ata që janë të pjekur do të rrinë me ju, të tjerët do të largohen vetvetiu. Jeni në një fazë ku po rindërtoni emrin tuaj dhe kjo do t'ju jap një siguri që do t'ju bëhet mburojë për të ardhmen. Kalojmë tek shenja e dytë, Demi. Për ju të Demit, kjo periudhë që po vjen ka një rend dhe rregull dhe do t'ju shpëtojë nga rrëmuja e përditshme. Po ju vjen një nuhatje e fortë për punët praktike dhe paratë. Do ta gjeni veten duke rregulluar oraret dhe duke vënë pikat mbi i në çdo marrëdhënie. Është koha të lini pas zakone tek qija, që ju kanë mbajtur peng dhe të nisni një kapitull të ri, me një plan të qartë në kokë. Edhe ëndrat apo gjërat që ju kanë munduar nga e kaluara do të fillojnë të treten, duke ju lënë vend për të ndërtuar diçka konkrete. Në dashuri dhe miqësi, dyert janë të hapura, mjafton të jeni të sinqertë dhe do shihni se si njerëzit do t'ju mbështesin. Çdo hap që hidhni sot për të organizuar jetën do t'ju kthehet në qetësi dhe fitim për nesër. Binjakët. Të dashur binjak, bëhuni gati sepse horizonti juaj po zgjerohet sikurrë më parë. Ky bashkim i Saturnit me Plutonin do t'ju bëjë të shihni botën me një sy tjetër, më të zgjuar dhe më të pjekur. Do ta gjeni veten duke bërë plane të forta për të ardhmen. Jo thjesht fjalë në ajër, por hapa konkret që do t'ju sigurojnë jetën. Miqësitë tua do të kalojnë në njësi të imët. Do mbani pranë vetëm ato që vlen, që ju motivojnë të ecni përpara. Komunikimi do të bëhet arma juaj më e fortë, duke ju hapur dyert në punë dhe në udhëtime. Një bashkëpunim i ri ose një njeri i mençur mund t'ju dalë përpara, duke ju dhënë atë shkëndijën që ju duhej për të nisur një rrugë të re mësimi apo biznesi. Jeni në momentin ku mendja juaj po ndriçon. Gaforja. Për ju gafore, vëmendja juve është e gjitha tek karriera dhe emri që keni në shoqëri. Është koha kur puna juaj e palodhur do fillojë të bëhet e dukshme për të gjithë. Do ta ndjeni nevojën që ajo që ju bëni të ketë kuptim, jo thjesht të kaloni radhën. Planet të vjetra apo buxhete që kishin mbetur pezull do marrin një drejtim të ri dhe shumë të suksesshëm. Nëse keni patur hatërmbetje me shefa apo njerëz me peshë, tani është momenti t'i rregulloni dhe të fitoni mbështetjen e tyre. Do ta keni shumë të qartë se çfarë doni të arrini dhe kjo vendosmëri do t'ju bëjë të pathyeshëm. Ndërtoni strategjinë tuaj tani, sepse themelet që po vinin në punë dhe në financa janë krijuar për të zgjatur shumë. Kalojmë tek shenja e Luanit. Të dashur Luan, nëse keni menduar të ndryshoni mënyrën se si jetoni, ky është momenti i duhur për të vepruar. Nuk ka më vend për dyshime. Besimi tek vetja do t'ju rritet aq shumë sa do ta ndjeni se suksesi është pas derës. Saturni dhe Plutoni po ju ndihmojnë të forconi lidhjet e rëndësishme ose të mbyllni me sukses studime dhe projekte të gjata. Edhe ndryshimet më të vogla që do të bëni në përditshmërinë tuaj do të kenë një peshë të madhe në ditët që vijnë. Do ta gjeni veten duke u përballur me stresin me një qetësi që do t'i habisë të gjithë. Njerëzit do t'ju vlerësojnë më shumë për talentin tuaj natyral dhe për atë forcë karakteri që po tregoni. Ecni me kokën lart, fati është me ju.
Virgjëresha. E dashur virgjëresh, ju po hyni në një fazë ku po piqeni shpirtërisht dhe po kuptoni shumë gjëra duke qëndruar pak në hije e duke vëzhguar. Kjo periudhë do t'ju mësoj artin e vështirë të vendosjes së kufive. Do të mësoni si t'i ndihmoni të tjerët pa u konsumuar dhe pa u ndjerë të përdorur. Forca juaj do vijë nga brenda, duke zgjidhur çështje të vjetra familjare ose private që ju kanë rënduar. Do e keni më të lehtë të kërkoni mbështetje dhe njerëzit do t'ju përgjigjen me dëshirë, sepse e shohin sinqeritetin tuaj. Është koha për shërim shpirtëror dhe për të vënë rregull në ndjenjat tuaja. Mendimet tuaja tani nuk janë vetëm për sot, po për një rehati që do ta gëzoni gjatë gjithë jetës. Peshorja. E dashur peshore, ju jeni në një moment ku optimizmi po bashkohet me realitetin, dhe kjo është përzierja më e mirë për sukses. Mënyra se si e shihni lidhjet, dashurinë dhe krijimtarinë po ndryshon rrënjësisht. Do kërkoni njerëz me të cilët mund të flisni hapur dhe me kuptim, jo thjesht për të kaluar kohën. Po mësoni të thoni jo aty ku duhet të forconi marrëdhëniet që vërtet vlejnë. Mund të ndihmoni dikë të dashur të kalojë ndonjë vështirësi dhe kjo mund t'ju lidh akoma dhe më shumë. Financat po ju ecin mirë, sepse instinkti juaj nuk ju gënjen. Është një moment ideal për të përkushtuar ndaj një lidhje ose një projekt që kërkon seriozitet, sepse çdo gjë që nisni tani ka bekimin e yjeve për të lulëzuar. Kalojmë tek shenja e akrepit. Për ju akrep të dashur, kjo periudhë ka të bëjë me gjetjen e qëllimit të vërtetë. Nuk ju mjafton më thjesht të ecni, doni të dini pse po ecni. Bashkëpunimi i Saturnit me Plutonin ju shtyn të organizoheni dhe të nxjerrni në pa talentet tua që i keni mbajtur të fshehur. Do të vendosni rregull në shtëpi dhe në punë, duke larguar çdo gjë të tepërt që ju harxhon kohën dhe është pa vlerë. Miqtë dhe kolegët do t'ju shohin si një pikë referimi dhe respekti për ju do të rritet ndjeshëm. Është koha të përmirësoni shëndetin dhe rutinat tua, sepse një trup dhe një mendje e fortë do t'ju duhet për sfidat e bukura që keni përpara. Çdo gjë që bëni me disiplinë sot do t'ju kthehet në një jetë shumë më të lehtë dhe më të pasur nesër. Shigjetari. Të dashur shigjetar, ju po bëheni shumë realist me qëllimet tua dhe kjo mund t'ju çojë drejt në fitore. Nuk po merreni më me ëndra të paarritshme, por po punoni për gjëra që mund t'i prekni me dorë. Një projekt i ri apo një hobi mund të kthehet në diçka shumë serioze dhe fitimprurse. Fjalët tua kanë peshë tani, kur flisni njerëzit dëgjojnë dhe binden. Mund të takoni dikë që mund t'ju frymëzojë të ndryshoni mënyrën e të menduarit dhe kjo do t'ju hap dyer të reja. Ambicia juaj është e shëndetshme dhe do të shihni që të tjerët do t'ju ndihmojnë ose do t'ju hapin rrugën që të bëni punën tuaj. Jeni në një fazë shumë produktive ku çdo gjë po ju ecë mbar. Bricjapi. Të dashur Bricjap, Saturni, planeti juaj, po ju jep atë sigurinë që ju duhet për të ndërtuar diçka që nuk shembet. Planet që po bëni tani kanë të gjithë gjasa të bëhen realitet shumë shpejt. Do i ndjeni veten të vlerësuar dhe do kuptoni se problemet që ju kanë penguar deri dje, tani po i kaloni me lehtësi. Vëmendja juaj do përqendrohet te shtëpia dhe familja. Do pastroni ambientin tuaj nga gjërat e kota dhe do rregulloni marrëdhëniet me të afërmit që mund të kenë qenë pak të ftohta. Këto ndryshime që po bëni megjithëse duken të ngadalta janë të destinuara të zgjasin gjithë jetën. Do ndiheni shumë të kënaqur me veten kur të shihni se si çdo gjë po zë vendin e vet. Ujori. Të dashur ujor, po mësoni të ekuilibroni nevojat tua materiale me ato shpirtërore, dhe kjo po ju jep një fuqi të jashtëzakonshme. Mund të gjeni veten në rolin e një këshilltari ose dikujt që drejton të tjerët drejt suksesit.
Jeni duke kuptuar se fjalët dhe mendimet tua kanë fuqi të ndryshojnë fatin, ndaj tregoni kujdes se si shpreheni. Një lidhje e vjetër mund të rikthehet në jetën tuaj, por këtë herë në një formë më të pjekur. Do gjeni zgjidhje për problemet të ndërlikuara që ju kanë munduar prej kohësh, dhe kjo do t'ju sjellë një paqe të brendshme që asgjë nuk mund ta thyej. Peshqit, të dashur peshq, ju po merrni një forcë të madhe për të parë të vërtetën në sy, sidomos kur bëhet fjalë për paratë dhe biznesin. Po i shihni qartë gjërat ku keni gabuar në të kaluarën dhe jeni gati t'i rregulloni sistemet tua financiare. Saturni dhe Plutoni ju japin pjekurinë për të marrë vendime të rëndësishme pa u lëkundur. Në marrëdhënie me të tjerë do të ndjeheni në të njëjtën valë dhe kjo mbështetje nuk do t'ju mungojë. Jeni të gatshëm të dëgjoni dhe të bashkëpunoni, dhe kjo do t'ju bëjë shumë të dashur për njerëzit që ju rrethojnë. Nuhatja juaj për fitim është në kulm sot. Dëgjoni zërin e brendshëm, sepse mund t'ju çojë drejt vendimeve të duhura që do t'ju mbushin xhepin, por dhe do t'ju kënaqin shpirtin. Ky ishte horoskopi për ditën e shtunë. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar në çdo drejtim.